Për shkak të mos konstituimit të kuvendit, komunës Prishtinës, të Gjilanit dhe të Zubin Potokut tëndë nuk është ndarë buxheti i këtij viti. Si rrjedhoi, thuhet se realizimi i projekteve të parapara për si vjet po rrezikohet njëkohësisht edhe pagat të punëtorëve të këtyre komunave. Mungesa e buxhetit në këto 3 komuna po ndodh pasi këto 3 komuna kishin votuar me vonesë buxhetet komunale, pasi kuvendi kishte miratuar buxhetin e Republikës për si vjet. Në mungesë të buxhetit, asnjë nga këto komuna nuk po mund të nisin realizimin e projekteve të parapara për si vjet. Për këtë, kryetari i Prishtinës Përparim Ramej është drejtuar me një letër Ministrisë së Financave, ku mbas tjerash ai ka kërkuar një zgjidhje të shpejtë në mënyrë që të parandalohet një krizë e thellë financiare e ekonomike. Ndërkaq për mos alokimin e buxhetit, kryetari i Gjilanit Alban Hyseni ka lënë fajin kuvendit komunal.